ka bllokuar zgjedhjen e prokurorit të shtetit. Herët parë nuk ka strategji kundër korrupsionit. Propozohet nga KPK, dekretohet nga presidentja. A ndërprerje, pse po ndërpren? Pse nuk respekton rregullat? Ju keni pas strategji, keni vazhdu me korrupsion. E ju nuk i argumente, prandaj kjo orë me bësh zhurmë këtu dhe është qeveri e dështuar në të gjitha fushat e jetës e sidomos në sistemin e drejtësisë. Ne nuk kemi sot nevojë me fol këtu për emrin e kryeprokurorit, ne nuk kemi kryeprokuror që gati një mandat të plot. Kosova është pa kryeprokuror për shkak të qeverisjes aktuale e cila e ka bllokuar zgjedhjen e prokurorit të shtetit. Po ashtu në luftë kundër korrupsionit, për herë të parë Kosova nuk ka strategji për luftë kundër korrupsionit, edhe pse kjo qeverisje i ka mbi 50% të votave dhe ka qeverisur për 5 vite me shumicë të plot, Kosova për herë të parë nuk ka strategji kundër korrupsionit. Formalisht kryeprokurori nuk zgjedhet nga mazhoranca. Domethënë do të jemi korrekt. Zgjedhet, propozohet nga KPK, dekretohet nga presidentja. Ky është aspekti formal. Politikisht, po orientimi ku është procesi i ndërprerje, pse po ndërpren? Pse nuk i respekton rregullat? Ne Këshilli prokurorit. Po i respektojmë rregullat e emisionit, domethënë. Atëherë në rregull, nuk i respektojmë rregullat. Unë prisa derisa i theni, vazhdojmë. Domethënë, ne angazhohemi sepse orientimi jon në luftën kundër korrupsionit dhe krimit organizuar dhe sidomos kundër korrupsionit të nivelit të lartë, fatkeqësisht nuk po përputhet me pritjet dhe orientimet të këtij sistemi prokurial. Dhe në vend se sistemi prokurial ta mirëpres çështjen tonë antikorrupsion, sepse ka për mandat luftën kundër korrupsionit dhe ti bashkangjitet ti angazhimi, ata i rezistojnë domethënë angazhimit tonë. Dhe në një çështje që për strategjinë antikorrupsion. Kosova nuk ka vuajtur jetë asnjëherë për dokumente strategjike. Ka vuajtur nga zyrtar të lartë që implementojnë edhe që kanë vullnet të mirë. Adnan, veç pak prit aty. Strategjia kundër korrupsionit. Që mundemi me bë implementimin e luftës kundër korrupsionit nëse nuk ka strategji fare. Ju keni pas strategji, keni vazhdu me korrupsion. E ju nuk keni strategji dhe qeverisja e juaj është të luftimit kundër qeverisja ma e korruptuar e korrupsionit, të adresimit të korrupsionit, të adresimit të pasurisë së pasurisë të zyrtarëve të komplekse. Sepse lufta kundër korrupsionit është gjitha vullnet politik. Është çështje dokumentesh, nuk është pafundësisht dokumente. Nuk i argumente Nuk i argumente. Jeti përfundon. Nuk i argumente, prandaj kjo orë me bësh zhurmë këtu dhe po m'vjen shumë keq që ata të kanë dërguar ty, sepse këtu u dosh me konë sot Ministria e Drejtësisë, ajo nuk u zërmuar për këtu për shkak të dështimit. Nuk po them që nuk e qeni përfshirë, por Ministria e Drejtësisë është dashur që të jetë këtu. Nuk u zërmuar sepse ka dështuar qeverisja juaj. Qeverisja juaj është qeverisja ma e korruptuar. Faleminderit.